kryetare komunës së Ferizajt. Urdhëroni. Zotri Kushtrim, faleminderit shumë për ftesën, faleminderit edhe për mundësinë për të shpalosur platformën tonë qeverise. Më lejo t'i përshëndes edhe kandidatët të cilët jemi bashkërisht këtu, kryetarin aktual zotrin Aliu, zotrin Aliti dhe zotrin Azemi, gjithashtu përshëndes edhe të gjithë qytetarët të cilët po na përcjellen. Mirëpo, qyteti i Ferizajt dihet sot që ka një datë të veçantë dhe më lejoni që fillimisht t'i uroj të gjithë qytetarët e komunës së Ferizajt për 27 vjetorin e lavdisë e epopesë së Jezercit, ditën e dëshmorëve, sepse dihet që jemi popull i dalur nga lufta dhe më të vërtet liria që po e gëzojmë sot nuk është fituar lehtë. Është fituar mbi gjakun e bijve dhe bijave tonë me meritorët cilët e kanë dhënë jetën për lirinë e atë dheut. Prandaj edhe për ne duhet të shërbej kjo sakrificë e tyre si busull për të na orientuar që të punojmë me dinjitet dhe me drejtësi për gjithë qytetarët e komunës së Ferizajt. Pasi jemi te kjo temë, dua të ndërlidhem pikërisht të një projekt i cili ka të bëjë me kategoritë e dalura nga lufta. Ne në vizionin ton politik kemi planifikuar që dihet më tash që Pallati i Kulturës është në fazën e dytë të vazhdimit të punimeve dhe pas vendosjes së stafit të kulturës në Pallat të Kulturës, ne kemi menduar që qendrën e kulturës ta shndrojmë në muze të kujtesës. Aty do të kujtojmë sakrificën sublime të luftës së ushtrisë shqirimtare të Kosovës, por edhe periudhave të ndryshme historike. Dhe po ashtu, kjo hapësirë e kemi menduar që do të jetë për kategoritë e dalura nga lufta e ushtrisë shqirimtare e Kosovës, për organizatat e veteranëve të luftës, shoqatën e familjeve të dëshmorëve, invalidëve të luftës, po ashtu shoqatën e të burgosurve dhe shoqatën e të pagjeturve. Dhe padyshim që perspektivat tona janë sa i përket edhe drejta arsimit, ku ndër prioritetet tona me padyshim që do të jetë arsimi, si në përmirësimin e infrastrukturës ekzistuese, por edhe në ndërtimin e infrastrukturës së re fizike, po ashtu do të kemi edhe shëndetësinë, është një ndër prioritetet tona, që me padyshim do të shohim mundësinë rritjes së stafit, ku dihet që tani me rritjen e numrit të popullsisë në komunën e Ferizajt u takon që të kenë edhe staf shtesë shëndetësor, me sa di që është bërë një kërkesë, por nuk është aprovuar, dhe konsideroj që ato që i meriton qyteti i Ferizajt, duke pasur parasysh që janë dikun afërsisht 110.000 banor, por shërbime marrin mbi 150.000 banor, se por pos banorëve rezident që i kemi në komunën e Ferizajt, kemi edhe shumë të ardhur nga komuna tjera të cilët jetojnë dhe veprojnë në komunën e Ferizajt. Prandaj do të jenë një ndër prioritetet kryesore që të pajismi me aparaturën e nevojshme që ju shërben qytetarëve të komunës së Ferizajt, por edhe qytetarëve të cilët jetojnë dhe veprojnë në Ferizaj. Megjithatë do ta kemi prioritet edhe digitalizimin strategjik, ku të gjitha shërbimet do të jenë digjitale, dhe po ashtu edhe sa i përket sportit, kulturës dhe rinisë, si në infrastrukturë fizike, po ashtu edhe në subvencionim dhe aktivitete. Që më pastaj t'i kthehemi në veçanti natyrisht edhe këtyre. Faleminderit.